perceptimin tim. Unë e pash këtë skenën dhe më duk një absurd, sepse tani që më thoni ju si historian, që s'ka ndodhur asnjëherë, më duket sikur ja bën me qëllim ti atë Johan Pelushi, do unë i thanë, ore, padi ti një këtu si qinç aty dhe na bekoj çik këtë festën kombëtare, sepse ti pavarësisht se je shqiptar, je prap jone, kupton? Jo, ai mund të jetë shqiptar dhe mund të jetë mozi se janë Latusi. Po unë u se janë Latusi 35 vjet nuk e ka bëu gjë tillë. Unë mendova që për shkak Fanoli nuk do ta bënte këtë. Fanoli nuk e ka bëu kur pavarësinë e Shqipërisë në Boston. Jo, pavarësinë e Greqisë po themi. Jo, pavarësinë edhe Shqipërisë nuk e ka bëu kur kish, po e kanë bëu me vatrën. Pra, imagino ku shkojmë në tash. Fanoli që ishte ai që krijoi kishën me Fanolin nuk është se i shteron gjithë problemet, se Fanoli ka ikur nga Greqia dhe është afruar nga slavët, kështu që nuk mund ndaj zgjidhje të mëdha me Fanolin. Lënë tash Fanolin se edhe Fanolin ai ka bë monumentin më shqiptar ndarjen e kishës ato që palën shqiptare që ne po e përdosim sot. Tjerë protagonista ka qenë. Ne po e përdosim. Ore tash. Ka qenë Dakor, jo se është Gjuvani që nuk e përmend asnjë. Jo, Visarion Gjuvani e përmend gjithmonë. Ka dhe të tjerë, pa ajo është status i njëve të Fanoli. Është shumë e minor. Fanoli që më rëndësishme. Jo, këtë tregon që ky emision është bërë shumë vonë.